Është depresion, sepse po të shkosh resultët dhe figurave, po vinë çdo ditë të kurrën dhe po ngelen një gush shumë i vogël që kontrollon totalisht opozitën. Nuk kam asgjë më personale me Sali Berishën, po asgjë. Biles kam qenë njeriu të cilët e kam mbështet, kam sakrifikuar në periudhë mazhorance, shumë gjëra tjera, nuk më hyj këtyre gjërave. Por unë vetë, si pjesë opozitës që kam qenë për kaq vite, 20 vite në PD-ja, nuk ma lejon morali im, integriteti im, që figurat të saktuar që kanë në nivelin mesatar të inteligjencës dhe të besimit të demokratëve apo të aktivitetet e tyre të jenë figura të larta të drejtojnë opozitën. Pse them këtë? Por ç'është politika? Politika është imazhi që ke si individ politik dhe si forcë politike dhe mesazhin që ka për cilësi individ edhe si forcë politike. Nëse keti një imazh të figurave të rënuara, të konsumuara, jo të pastra, kuptohet pastaj që edhe vota qytetarëve pastaj është më e vogël. Pavarësisht nuk heq asnjë pikë si presë problematikave të pushtetit se si mënyra se si ndikon tek vota. Por në momentin që ti si opozitë që ke vetëm një kartë, që s'ka asnjë lloj pushteti, vetëm faqen moralitetit të pastër, që kur dash përpara qytetarëve thon zotëri, ky jam unë, ndryshe nga kundërshtari politik, ndryshe nga majoranca, të cilët më mirë një figurë për te partisë. Po dal aty. Jo, dakord. Po bëj analizën këtu një herë. Po bëj më konkret. Jo më konkret, po bëj analizën këtu sepse do të tani më shkurt, sepse pikërisht kjo lloj situate sjell problematikën tjetër. Është pa imagjinueshme që Partia Demokratike mas 35 vitesh, të mos ketë asnjë kandidaturë dhe të thotë që unë nuk do marr pjesë në këto zgjedhje, po të përka figura të pavarura. Një forcë politike që nësishme, ekzistencën e saj ka për të fituar zgjedhje. Ai është momenti çasti që tregon që kjo forcë politike është në politik për gjatë 3-4 viteve për pushtetin lokal apo pushtetin parlamentar për këtë punë. Dakor. Tani të imponon vendimmarrje. Ja pra, vendimmarrja është për shkak të status quo-s, të cilët do duhet të kenë lider të Partisë Demokratike, qoftë nga zoti Berisha. Okej. Pikërisht. Tani pse unë ti ose bindja ime ka qenë ky, i vetmi njeri me që thuhet, pretendohet, perceptohet dhe gjithçka, që njeriu që ka më shumë vota brenda Partisë Demokratike është Sali Berisha. Po, është e vërtetë. Pse mos ishte Sali Berisha, njeriu i cili të ngjallte. Ti po bën ironi me këtë? Jo, absolutisht. Mirë, ka ironi Po absolutisht, të beton absolutisht. Po fare më fare. Po të beson fare. Pse? Edi Rama 2007, ai sekretari i opozitës, po. Kandidoi. Përballë mos gaboj kush ishte në 2007, s'ka dashin deri. Në 2011 a kandidoi, ishte kandidat për kryeministër për 2013 dhe kandidoi prapë në 2011. Kandidat për kryeministër në 2009, kandidoi në 2007. Por gjithsesi, sot për të ngjallur shpresë, do të ishte kryetari i opozitës. Megjithatë e lëm këtë gjë. Okej, tani vjen rasti i figurës zotit Bina, s'kam asgjë personale me atë. Uroj që të fitoj, uroj të triumfoj, por ama nëse triumfon, fiton Florian Bina, atëherë Sali Berisha, bashkë me Flamur Nokën, Elbana Vogj tjetër, të nesër do të lënë selinë e Partisë Demokratike. Po nëse nuk fiton? Pastaj do dali gocë, thonë ja, shikoni ju që edhe ju se mundi do për të dyja do. Për të dyja, patjetër. Jo, për të dyja. Për të dyja. Unë uroj të fitoj. Do të keq janë të dyja. Jo, nuk janë keq, janë mirë. Po të fitoj do të thotë që prit pra, modeli jot është model dështuar, që vazhdon të jesh në krye të opozitës sa më pengo, që do të thotë pra që u fitoka, lutem, u fitoka, që do të thotë pra korrigjoha pra me figura të mira të pastra të ndershme, si qytetarët vinë votojnë pra. Një figurë tjetër që do të thotë je ka çifikuar figura të konsumuara brenda opozitës, që rrin aty, e mbajnë pengo opozitën.